Është i paaft të arrijë kompromis minimal. Ky emër, pra i Vjosa Osmanit, është synuar më tepër si kurum, me siguri do t'jetë dhe mund t'jetë kandidate për presidente, për thelb kishin një parti politike dhe një kryetar të saj, i cili në njërin anë është i pangopur me pushtet, i do të gjitha, e në anën tjetër është i paaft të arrijë kompromis minimal. Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, 15 sosh, kanë qëndruar me plot gatishmëri dhe bindje për të dhënë zgjidhje stabilitetin institucional të vendit. Është kërkuar konsenzus, kemi marrë pjesë në takime. Është kërkuar emër, kemi dhënë dhe mundësinë dhe emrin për president. Na janë kërkuar nënshkrimet, janë ofruar ato nënshkrime, por në fund, në thelb të problemit, është parë që ky emër, pra i Vjosa Osmanit, është synuar më tepër si kurum për një president që ata qunin karate. Ne Vjosën nuk e shohim si kurum për presidentin e tyre që tashmë i kishte votat e tyre, e shohim më shumë se kaq, si presidentit denjë të Republikës Kosovës, por këto vota nuk e dhanë nga lëvizjeve të vendosje. Sonte, ndër tjerash, u pa dhe një keqpërdorim i institucionit më të lartë të vendit, të kuvendit, në mënyrën se si udhëheq ky proces me një monolog një partijak natyrshëm, me gjuhë çoroditur gjatë gjithë ditës nëpërmjet konferencave për shtyp, që më së paku të lënë shajën e bashkëpunimit e idesë për konsensus. Gjithsesi, tani jemi në fazë të zgjedhjeve. Në këtë fazë, LDK-s dhe mua na takon të bëjmë bashkimin e madh të së djathtës brenda LDK-s. Nuk ka rast në historinë e Kosovës dhe më besoni, s'do të ketë më që një parti me 51% nuk arrin të krijojë stabilitet institucional. Besoj që shumë shpejt do të flasim, sapo që të kemi diçka konkrete, por unë jam i bindur se në qenë se Zoti Kurti nuk e donte Vjosa Osmanin për presidente, populli i Kosovës do ta dojë. Dhe populli i Kosovës do të vendosë se a dëshiron Vjosa Osmanin presidente të Republikës. Po tani mos ta donte LDK-ja, do ta propozonte si emër. Me siguri do të jetë dhe mund të jetë kandidate për presidente, por për këtë çështje në lejoni që diskutojmë të. Me qenë se s'është subjekti sotëm prezent këtu, nuk është as korrekte, du ta pyesni atë.